ta provoni edhe ju këtë produkt me ofertën në kuadër të ofertës 2+1 dhurat, sipas zgjedhjes suaj, farës së zezë, susamel ose farë liri për vetëm 24,99 €. Për porosi mund të telefononi edhe në numrin që mund të vendoset në ekranin tonë të Klan Kosovës, po ashtu mund të drejtoheni edhe në faqeve në rrjetet sociale apo e faqes së Noevës për të marrë më shumë informacione dhe ta porositni këtë produkt të jetë shëndetësor që ka sjellur Noeva në kuadër të programit tonë. Falenderojmë edhe për Noevën që po furnizon edhe mua kështu. Ma vëne që... Herën tjetër edhe unë po du. Jo, një anën dashtë edhe, po jasë edhe. Jasë me Noevën, një pyruj për veti, se du me zgjatë ato terapinë, kështu që jam... Tërkohë, falenderojmë Noevën dhe vjojmë tash me programin tonë me pjesën e fundit të showbizit, me më të rejat, ku do të kuptojmë më shumë nga kjo pjesë nga kolegja Blerina Shoshi. Blerina, falenderoj shumë për kohën. Falenderit juve, është me të si gjithmonë. Po ashtu e kemi edhe në lidhje të drejt për drejt Elton Tozin. Ndërun, falenderit shumë për kohën. Falenderit juve për ftesën edhe i bëjmë një thirrje Noevës, a ka delivery në Shqipëri ai vaj? Për ma shumë informacione, po besoj që mund të kuptoni drejt për drejt tek faqja e Noevës edhe merrni më shumë informacione, sigurisht mund të jetë e hapur gjithandej në trevat shqiptare dhe mund të shërbej ose të servoj edhe të tilla produkte nga ana Iltan, derisa të vendos e nisi me nda me neve, na po pim kafe, që kem zakon. Po, neve vazhdojmë me princin tonë të shtrenjtë që nuk e ndrojmë kur edhe faleminderit që ekziston. Blerina, mirëmëngjes Blerina. Mirëmëngjes Eltan. Blerina, që kemi treja nga showbizi? Po filloj me një lajm, një shprehi që mote e kem gjithë shqiptarët, një shprehi shumë e keqe që ka pasur të kampanja ku shpesher është mundu me undalu, gjuajtja me armë në dasma. Një shprehi të tillë ose një vest të tillë e bane edhe artiste Labinot Regja që ka qenë edhe në Big Brother. E kemi pa është ba shumë viral në momenti kur ai derisa është në një sofer burash, kështu i mbledhur me të tjere duke këndu, e nxerë armën edhe gjuan. Po pas këtyre pamjeve që janë shpërnda, me njëherë kanë reagu autoritetit ku vetëse e kanë hap rastin ndaj Labinot Regjës, në fakt për dy gjëra po akuzohet për mbajtje të pa autorizuar të armës, si dhe për përdorim të armës. Nga organizatorët e dasmës është thonë që arma nuk ka qenë e Labinotit, ka qenë një musafiri në dasëm që jeton edhe vepron në Austri, pra për këtë një farforme është tentu me u liru. Por pavarësisht ai është pa me armë... është pa madje duke e përdor. Edhe për këtë është hap edhe rast ndaj tij që mbetet ashtë të shihet se çfarë do të marrin vendim autoritetet, po që unë e shoh një shembull shumë të keq për shkak se ne shpeshherë, unë e thash, ka pas kampanja festo me zemër jo me armë, gjithmonë është tentu me u hek kjo shprehi nga ahengjet tona, po që me bë vetë artiste që shkon në dasëm është hala ma e rëndë dhe ma e të mërshme. Interesante. Elton, po keni kështë raste andaj ka Shqipëria? Kemi plot, po shqyr zotit jo ma artist, nuk e di pse Labinoti zgjedh historikisht ka zgjedhur mënyrën më të keqe për të bërë ose për të qenë në qendër të vëmendjes, sikur ka qenë Big Brother, si jashtë Big Brotherit, vazhdon me të njëjtat teori edhe me të njëjtat stile duke bërë këto lloj gjestesh për të qenë rrjet, për të qarkulluar lajme për të. Unë e di që nuk ka marketing keq, po marketing më të keq dhe më të dëmshëm se sa ky. Jo vetëm për veten, po dhe për njerëzit që shpresoj të jenë sa më të pak që të marrin shembull nga të tilla gjëra ose të mos jenë fare, të mos ekzistojnë më fare këto lloj shembujsh, se realisht është shumë e shëmtuar. Këto janë raste që ndodhin rëndom minimalisht tek ne, tek trojës shqipfolë. Se mua më ka bërë përshtypje kur kam qenë në vitin që ka kaluar, kam qenë në Greqi, në një dasëm shqiptare dhe atje po ashtu ndodhi që nxorën armën, gjuajtën dhe dasma u shkatrua pastaj sepse erdhi policia, pothuajse i tër dhëndri, nucia e të gjithë të tjerët u shoqëruan për në polici. Është një lloj tradite shumë e pakuptim që neve kemi, nuk tregohet burrnia duke gjuajtur me armë, nuk tregohet burrnia duke pasur armë, burrnia tregohet duke mbajtur fjalën, duke qenë burr, duke ditur se si trajtosh femrën e jo të nxjerrësh armën. Kështu që
Më vjen keq që Labinoti vazhdon Labinoti po me të njëjtat gjëra. E dim që jo pak raste ka pas kur për fakt keq kanë psu edhe familjar, fëmijë, e dim që ka pas raste tragjike kur aksidentalisht ka ndru jetë familjar përmes kështu duke u gjujt me armë në das, me përplagusje ma mos të flasim, madje s'ka shumë që patëm edhe lajmet e tilla, kështu që në vend se me qenë artisti, vetë në këtë rast Labinoti që i ndalon edhe mundohet me jep një shembull edhe i vetëdijson vetë dasmorët edhe jep vetë kohje dasmës që mos me shku në atë drejtim, me bëhat veprim ke goxha. Fatkeqësisht kështu që i bashkangjitemi thirrjeve të vazhdueshme të policisë së Kosovës, festoni me zemër e jo me armë, kështu që të vetëdizohemi edhe të evitojmë këto ekscese sepse nga një lloj gëzimi mund të shndrohet në tragjedi brenda asaj familje, andaj sa më larg këtyre veprimeve brenda hengjeve tuaja dhe jo vetëm brenda hengjeve, por në çdo lloj përditshmërie tuaja. E vjojmë me zhvillime të tjera. Ka lëvizje tek Elioni Kloda, çfarë të ndodha? Ka lëvizje. Vazhdojmë me qenë në lidhje dhe çifti më i komentumit i Big Brother, pavarësisht që ne jemi shumë afër fillimit të tjetrit. Eliona dhe Klodi po më duket që nuk kanë me u hek për vëmendjes së publikut, pavarësisht sa kohë kalon, edhe din me ushqy publikun me lajme të reja. Ma e fundit keni ankesë, po e them, thojza e Klodit për Elionën ku tha që dikush duhet me ndalë mos me ble masa në shtëpiake, sepse tash më dihet se dyshe kanë fillu bashkëjetesën, edhe nga video që janë shpërndarë më herët, janë dyshu, ka pas gjithmonë aludime se a janë të jetu bashkës a jo, po tashmë po e shohim që Klodi në një farforme edhe e konfirmoj që janë të jetu bashkë, po edhe që e ka një hall të madh, si që e ka në shumica, që nuk po din me undalë të blesa në shtëpiake. Unë e kuptoj shumë Elionën këtë rast, sepse edhe vetë ma përpara blesa në shtëpiake, se sa me dalë me bo shopping për tesha, diçka tjetër. Qa ne tregon kjo sjellje e këtij çifti, Eltan? Po neve shqyqysh që më në fund, pas lëvizjet e Kiarës, më në fund kemi një tjetër qift që duhet shumë nga showbizi, i që do të thënë që janë më dashurit në showbiz, e që duhen edhe nga publiku shumë. Më pëlqen kjo loja që Eliona dhe Klodi bëjnë në rrjetet sociale duke i vënë në pa njëri tjetrit këto. Për shembull, Eliona e ngacmon për çështjen e palestrës, Klodi e ngacmon për çështjen e që ajo blen shumë gjëra për shtëpi, kështu që është një mënyrë shumë e bukur që ata kanë gjetur për të qenë të pranishëm në publik. Njerëzit i duan, ata janë personazhe shumë të dashur, tashmë bashkëtojnë, fillon dhe Supernova, do të jenë bashkë aty. Është, nuk e di, për mua është një lloj është nga ato historitë e dashurisë që ka happy end, që ka një fund të lumtur, edhe që është një lloj prallë shumë e lezetshme, shumë e bukur nga ato që ne kur kemi qenë në vegjël jemi rritur. Kështu që faleminderit që më në fund ndodhi një tjetër histori e bukur dashurie, pa drama, pa ndarje dhe pa këto. Ama përveç Elionës dhe Klodit është një qift që vazhdon hala me qëndru, edhe që janë njoftu në Big Brother VIP Kosova, është Leo edhe Leila Elton, që tashmë po i shumë... Po Leo dhe Leila kanë qenë, Leo dhe Leila një lloj si Brigena dhe Mateo kanë bërë të njëjtin marketing të shumtuar duke u hequr sikur janë ndarë. Ndërkohë që s'kanë qenë të ndarë për as edhe një ditë, dhe mua më vjen keq që këto çifte gënjejnë në thojza fansat e tyre apo ndjekësit e tyre për të pasur vëmendje maksimale në lançimin e një X projekti që ata kanë nesër pas nesër. Po që e lançuan edhe një projekt, sa i radhë kishin vendosur me u nda, e pam që ka pas raste më herët kur Leo ka pas me publiku këngë të reja, shpeshher i kanë bërë këto lojnat se apo ndohen që me pas më shumë vëmendje në momentin që publikohet kënga, po një shqetësim që e ka pas Leila gjatë gjithë kohës, prej që ndalë për i Bigut edhe njëftu, ka qenë vajzat në videoklipin e Leos. Sepse dim që ka pas skena ma eksplicite, kështu që kësaj radhe kish vendosë vetë me dalë në videoklip. Të gjelozë ndaj vajza që marrin pjesë në klip. Nëse më lejoni, dua të bëj një ndërhyrje, me që kam edhe Blertën këtu dhe ka qenë pjesë e lajmeve. Kemi 2 lajme që ne i kemi dhënë në tek ora 7 në Klan Kosova. E para ka qenë bashkëpunimi i DJ Gimbos dhe Adelina Ismailit që kur kush
në atë kohë nuk e besoj, neve kemi qenë të parët që e kemi dhënë këtu, tashmë është e konfirmuar dhe tjetra, lajmi tjetër akoma dhe më i bujshëm, Blerta duhet ta mbaj mend, ka qenë rikthimi i Flor Mumajesit në shtator. Jo më larg se përpara 3 ditësh Ibro ka publikuar një video ku pyet Florin ku je, me idenë që tashmë është koha që të rikthesh. Domethënë të dy lajmet ekskluzive janë konfirmuar që janë jep këtu. Të dy lajmet ekskluzive janë. A prap kena me vujt me këngë Florit, a? Po, patjetër. Kemi edhe zhvillim mes Klevjes dhe Stresit. Është e vërtet, Klevjo si zakonisht që nuk i ndohet aty në live-eve të ti, shpesher din me fol vende pa vend, po them, mu pëlqen muzika ati çuditërisht edhe pse ka pak ma të pa... Dojë që shë komentojnë, është e pa kuptim që shtojnë, po është ritmike, po në këtë rast është bolajmë për pajtimin e ti me Stresin, sepse dihet që kam pas një mitësi shumë gjatë, shumë vjeqare, ku ka përfundu për një kohë shumë gati dhe nga Klevjo kemi pa tentativa që me u rikëty para disa viteve ka tentu gjithështu sa ka qenë live me thirë dhe nuk i është hap telefoni, po që herën e fundit në momentin që ke live ju hap telefoni edhe biseduan, që la me kuptu që pas disa viteve njëherë mitësi, mande i prishje, këta kanë gjetë prap gjuhën për me u rikëty në mitësin e tyne. Elton, pse janë idhënu e qarën të ma mirë? Pse janë idhënu, me sa di unë... A janë edhe këta si Mateo Brikina? Ja, ishala jo, po ideja është që janë këto influencimet, kam përshtypjen që gjithmonë në mes ka qenë Noizi. Për mua do të lajmë nëse Klevi do të pajtoj me Noizin, e jo me Stresin, se me Stresin unë e prisja që të pajtoheshe, shpresoj shumë që të pajtohet tashmë dhe me Noizin, dhe ka ardhur koha që artistët tanë mos kenë më këto mos marrëveshjet midis njëri tjetrit, edhe të bashkunojnë mundësi sa më shumë. Mua më pëlqen Klevjo si personazh, është kontravers, e kam qef, është njëri që prodhon lajm sa herë që del një live, me ato lajmet e tij sa do të mira apo të këqija të jenë, lajmin e prodhon, e ka të shitur. Kështu që do më pëlqente shumë kjo. Unë e di që po, ka qenë Noizi, riafrim i Stresit me Noizin, ka qenë arsyeja e largimit të Klevjos nga Stresi. Ama kjo e dyta që the pajtim, hajde me Stresin e kam pas të farmitësie me Noizin, është gogja ma e vështirë sepse e dim që kam pas për plasje, vazhdojnë hala me pas për plasje. Pikërisht, prandaj them që duhet i uli në thojza armët, me që e nisë me armën, t'i uli në armët hipotetikisht, edhe le të pajtohen tashmë, domethënë ka ardhur kohë që të pajtohen më boll tash, ata janë fëmijë, janë dy të rritur të vaksinuar, kështu që mund të heqin dorë nga këto gjëra. Në vazhdën e lajmeve të showbizit, po e shohim që shumica e lajmeve të showbizit po janë nga Big Brother, nga personazhet që kanë dalë nga edicioni i kaluar, kështu që tashmë është interesi shumë i madh se cilat kanë me qenë personazhet e radhës në Big Brother Web Kosova. Na çka i kemi konfirmuar, po e them, është se Big Brother do të nisë më herët, po që kush do vi, kush do hyj, ato mbetet të shfaqen pastaj në momentin që hyj në natën e parë, ose po them finale, po që ka kërkesa shumë të mëdha me pa imazhet ose artistat që kanë qenë dikur më herët edhe janë rrit me ta, siç është Gjyste Vulaj, kompani kërkesë tepër të madhe në rrjetet sociale për Gjyste Vulaj me hy në Big Brother, po që imazhe edhe po them artistat e tjerë të ri ka kërkesë shumë të madhe për me hy, edhe veç se kanë filluar ato mesazhet e shumta se kur nis, data normal që bëhet. Kjo tregon që Big Brother përshikojnë edhe një gjenerat pak ma e shtyme, sepse për shembull me Gjyste Vulën janë rrit kogja gjenerata para nesh, jo vetëm rinia. E vërtet, e mira Big Brother është që i bashkon çdo lloj gjenerate, qoftë prej ma të rinj, ku munden me pa artista të ri brenda shtëpisë, po edhe gjenerata ma tjetra. Unë bile në kohën kur bëjsha intervista me qytetar, ka pas shumë të më shumë që kishin përcjellshëm me pa tjetër, po që edhe në momentin kur i pyetësha për personazhe,
i pëlqeshin personazhet ma të ngjyrshme, për shembull Lugatin, ka pas plot të më shumë që thoshin po ju pëlqen Lugati, që nuk e kishe prit në atë rast. Edhe vetë që dytë me përgjigje, po që Big Brother e ka këtë efekt kushdo që jenë aty mundet me bë cilën do mosh për vete ai artist nëse veç den. Tirina, faleminderit shumë. Kam përshtypjen se Blerta sa na e bëri një spoiler të vogël, pa dashje me atë gjysten. Shpresoj shumë që të ketë personazhe nga brezi i gjystes, që tjenë unë do të dashuroja të shikoja dhe Armen Rexhepakiqin në Big Brother. Do t'ishte për mua, nuk e di, do t'ishte fenomenal. Vjen me bashkëshortën Aida Baraku, që se pas. Bashkë me Aidën do t'ishin për mua dy super personazhe. Di që ka personazhe Në karaktere shumë të qeta, kështu artista shumë... Jo, janë shumë interesant ata. Armendi ka, Armendi për shembull se po... Me naknua Aida Baraku papat hitin Dugi Dugi. Une po thëmë... E, vakto. Une po thëmë jënë qeta se aty çfarë drama u zhvillohen, po besoj që kështë nejtë shumë indiferent ndaj atyne. Por nuk e ruaj që Durgji që të si shkon interesant me po ruaj njëri tjetër. Elton, faleminderit shumë për këtë këto. Falenderoj dhe unë juve për ftesën, jeni shumë të mirë, mos harroni. Faleminderit shumë edhe ti. Lerta Berta më ka thonë, po më duket krejt ditën po s'ka lidhje. Lina, faleminderit shumë.